Mbrëmja e dieshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri solli një përballje të fortë mes Eglit dhe Gjesit, ku biseda e tyre shkaktoi edhe një reagim të ashpër nga ish konkurrenti Xo Mallushi. Gjatë debatit me Gjesin, Egli përmendi Xomin duke thënë: "Më ka dhënë shumë çka për të besuar, ndaj ndjenjave të Xomit nuk mbaj asnjë përgjegjësi, sepse ja kam prerë, ti nuk ma ke prerë." Kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer as pak ish banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, i cili ka reaguar menjëherë në Instagram duke shprehur pakënaqësitë e tij me një sëri postimesh ironike dhe të ashpra. Kur folin shumë njerëz për dinjitetin, si me fol Lul Basha për matematikën, ndërsa vazhdon mëtej, i thon një shprehje: "Nuk e la dot marmalatën me çaj jeshil. Mos ma përmendi me emrin Taksirat, Nazuri Lemza", shkroi Xomi ndër të tjera. Më pas ai është drejtuar direkt Eglit, duke i kujtuar se Gjesti kishte thënë hapur se nuk kishte ndjenja për të. Tjetri ta ka thënë në sy 1000 herë: "Nuk kam ndjenje", etj. Ta ka prerë 1001 herë. Me që theqës në përgjithësi që ma preve mua, kështu që bëhu reale, kokër manjake, se se arritet dot me bo lojën dhe s'të funksionoj. Dole jashtë, pe çfarë lloj degradimi kishe për vetes dhe hyre prapë për të larë çelin me kamomil. Nuk të jepja më pikë rëndësia as të përmenja më emrin, por me që ma përmenja emrin tim, tung dhe ruj followersat, se po shko grop, ishte postimi i Xo Mallushit. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.